Si quhet sporti që praktikon? Kërcim për zgjatje. Sa është diferenca e rekordit tënd personal dhe atij botror? 1 metër. Sa orë në ditë stërvitesh? 3. Kush është pjesa më e vështirë e stërvitjes? Fundi. Sa e rëndësishëm është një trajner i mirë? Jashtëzakonisht. Cili është qëllimi që e ke vënë vetes për këtë vit? Olimpiada. Kush është heroi yt? Trajnerja. Pse? Ma motivon. Çfarë të bën ndryshe nga sportistët e tjerë? Fiziku. Cilat janë ushqimet që nuk i prek me dorë? Fast foodet. Një konkurrencë e fortë të shtyn të punosh më shumë? Nuk kam konkurrencë. Pse nuk u bëre futbollist si gjithë njerëzit e tjerë? Duhet isha shumë budall. Si e ke marrëdhënien me familjen? Shumë të mira. Si e ke marrëdhënien me femrat? Super të mira. Nëse një femër hidhet më larg se ty, të intrigon? Me eksiton. Si ka ndikuar sporti yt në aftësitë tua në krevat? Duhet pyesësh viktimat. Cilat janë femrat që nuk i kanë qef sportistët? Obezet. Të kanë bërë ndonjëherë të zgjedhësh midis asaj dhe sportit? Ja. Pse një njeri thjesht duhet kryej aktivitet fizik? Ndihet mirë. Sa numra ke shënuar në telefon, mos e hap. Nuk e mbaj mend. Kush është gënjeshtra më e keqe që të kanë thënë? Që je shëndoshur. Ditë tregosh Barceleta? Po, Çfarë muzike dëgjon? house, techno. Çfarë aktiviteti të ndihmon të mendosh? Biznesi. Kush është makina më e bukur në botë? Jaguar. Një medalje olimpike apo pasuria e Steve Jobs? Medalje olimpike. Sa e rëndësishme është fama për ty? As pak. Kush është gabimi yt më i madh? Këndova. Po gjëja më e mirë që ke bërë? Sporti. Nëse unë shtyp këtë buton, çfarë ndodh?